Sot ju preshëriti edhe një qendër të mjekësisë familjare, e cila do të jetë në shërbim të gjithë banorëve të lagjes së Çabratit. Aty do të punojë një mjek familjar dhe stomatologu, si dhe stafi i cili do të bartet nga qendra kryesore e mjekësisë familjare në Gjakov. Kjo qendër e mjekësisë familjare në fakt është e ndërtuar për afro 10.000 banorë të lagjes së Çabratit dhe shfrytëzoj rastin që të bëj apel dhe të thras të gjithë banorët e kësaj zone që të shërbehen më shërbime shëndetësore në këtë qendër të mjekësisë familjare dhe mos të vërshojnë në ambulantën kryesore gjithsesi në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, por shërbimet shëndetësore të marrin sa më afër familjeve të tyre. Ky është një projekt i realizuar nga komuna, me qëllim të plotësimit të kërkesave të qytetarëve, tha kryetari i komunës. Ky është një standard evropian që ne në Gjakov e kemi dhe besoj që kjo godinë shëndetësore do t'ju shërbej pacientëve dhe unë i lus mjekët, motrat medicinale që t'jenë përkushtuar ndaj pacientëve sepse i kanë kushtet dhe kjo ka qenë zotim i yni. Objekti ka hapësirë prej 210 metra katror dhe buxheti komunal i ka kushtuar rreth 80.000 euro, duke përfshirë edhe inventarin në brendshëm.